tash i lidh vetëm një person, sikur se ishte ky person që lidhte inceneratorët. Pra kemi një funksionim në formën e grupit strukturuar kriminal. Grupet e strukturuara kriminale kanë zyra private, kanë call centera, kanë ato interlokutorët e vetë, menaxherët e vetë që bëjnë gjithçka nëpërmjet linjave të sigurta, sinjal, për shembull, është një linjë gjysmë e sigurt sepse është end to end, nuk ka server që dhe aq më tepër që këto menaxhonin dhe pjesën e sigurisë kibernetike të një vendi, domethënë siguria kombëtare ishte në dorë të një koordinatori që është njohur tashmë si njëri që lidhte dhe grupet kriminale në Shqipëri. Dhe gjithë kjo njohuri, dhe sipas dhe përcaktimit tyre në bisedat që informacioni bën pushtetin, i gjithë ky informacion ishte në dorë dhe është akoma në dorë të grupeve kriminale në Shqipëri. Kjo është shteti në Shqipëri, kjo është qeverisja. Dhe prandaj mos u habisni që kishte pjesëmarrje dhe që kishte revolt. Pjesëmarrja në protestën e djeshme ishte për shkak se frymëzon akoma opozita, se kishte bërë një organizim shumë të mirë, apo sepse për shkak të aktualitetit dhe këtyre zhvillimeve që më sipër përmende, kanë marrë apo kanë shfrytzuar këtë datë për të dalë në terren. Ata që janë të agituar, të irrituar, të mërzitur, skeptik për të ardhmen nga gjithë zhvillimet e fundit. Alba, janë të treja këto. Nuk mund të veçoj, them që ishte më i madh frymëzimi, më i madh organizimi dhe më e madhe revolta dhe zemërimi i qytetarëve. Ishim bashkë dhe bashkë fuzionuan dhe sollën atë përshfaqje të një zemërimi të madh qytetarëve, pse jo dhe të një besimi të dhënë tek alternativa, tek pjesa e opozitës, se lexohet dhe frymëzim, lexohet dhe mbështetje, lexohet dhe organizim. Pse organizim? Lexohet bashkë, jo më larg se bisedën e kaluar e kemi bërë, e kemi rrahur këtë argument dhe më jeni drejtuar që ju nuk ngjallni besim, nuk frymëzoni dhe na keni goditur në numrat e takimeve ose foltoreve të ditës hënë dhe personalisht ju kam thënë që nuk jemi në atë stadin e organizimit, PD-ja ditë organizohet, ka forcë, ka besim, ka njerëz që e mbështesin, sepse jo thjesht mbështesin në mënyrë të verbër opozitën. Unë nuk jam ky përcaktim, mbështesin të vërtetën dhe mbështesin atë çka ka ndodhur, revoltohen me atë çka ka ndodhur. Pra, edhe një person që është antar i Partisë Demokratike mundohet që ta gjykojë realitetin me sytë e vërtetës, me atë çka ne i artikulojmë dhe çka i paraqisim. A ka probleme opozita? Patjetër që ka, sepse... Dhe diskutojmë pak më vonë probleme dhe ngërçet e brendshme që ju kanë dëmtuar shumë. Ta mbyllim këtu dhe mora vetë iniciativën për ta lënë në këtë kuadrat. Jemi prej shumë vitesh në Mirino, në goditje, brese poshtë, edhe në goditje të karakterit politik, duke u goditur leadershipi i Partisë Demokratike, goditje ligjore, vërdallisje për një vull apo për të marrë të drejtën e drejtimit për një flamur dhe pastaj edhe goditje të besimit nëpërmjet zgjedhjeve, që është goditja më e madhe që është dhënë Partisë Demokratike për gjatë shumë viteve, se këto goditjet e fundit për asgjësimin e saj ka qenë më shumë në 4 vjeçarin e fundit. Dhe kjo goditje tashmë si skemë industriale e grabitjes votës është zbuluar hapur që kjo goditje, kjo marrje e besimit dhe themi humbje besimit nga qytetarët në drejtim PD-s ka ndodhur në mënyrë artificiale, jo në mënyrë natyrale, jo thjesht për mungesë të koezionit dhe koherencës së Partisë Demokratike, por të mënyrë se si është investuar inxhinjeringu i votës nga sistemi kleptokratik i Ramës dhe nga ky që është cilësuar tashmë jo vetëm nga ne si narkoshtet. Në këtë provë zjarri që kaluat mbrëmjen e kaluar, kur pat pjesëmarrjen për t'ju mbështetur ju në këtë protestë kombëtare, po mendoni që të shkojmë tek një protestë e radhës, por me dimensionet të tjera, pra që më të ketë një lloj organizimi tjetër, me më shumë pranishëm që flasim, por edhe me aksionet të tjera, se zoti Berisha artikuloi në dalje nga Stelia mbrëmjen e kaluar, edhe gref, edhe demonstrata dhe reagime pak më intensive. Do jenë të gjitha. Të rakorduara tashmë qëndrimi ynë është prehur qartë, qëndrimi i grupit ka qenë në unanimitet që veprimet protestuese të qytetarëve do koordinohen
me veprimet reaguese të deputetëve në sallën e parlamentit në ato forma dhe mënyra që nuk janë parë, duke konsideruar edhe nguimin edhe grevën e urisë, madje në një progresion. Pse kjo? Na erdhi momenti, ra rufe nga qielli dhe ne u zgjuam dhe u kujtuam, jo. Ka ndodhur gjëma në Shqipëri, ka ndodhur kjo që është zbuluar, e keqja është shfaqur në gjithë dimensionin e saj para shqiptarëve dhe patjetër që një forcë politike e ndërgjegjshme ndërmerr një aksion për të realizuar atë që sot qytetarët e kërkojnë, ikjen e kësaj qeverisje. Normal që nuk ikën me votë, është prehur dhe dje, sepse kontrollon procesin, nuk ka dëshirë tiki, sepse është... Lata të kuptoj edhe zoti Berisha që qeveria Rama nuk ikën me votë dhe latë kupton edhe me skenar të tjerë. Ka i gjë, kur thua që është... Edhe ndikon tek turma. Kur thua që është regjim, dhe është regjim se ti argumenton. Është regjim sepse drejtohet nga një bandë, është me parime bande organizuar. Thash, mënyra s'ka institucione, parat futen në riciklim, pastrim dhe blerje vote, dhe përsërisin pushtetin e tyre. Nuk ka regjim që është vetë dorëzuar nëpërmjet votës, ku ka ndodhur në çfarë historie. Po mirë, dhe që frymëzoni për shkuar tek situata e dhunshme nuk është normale. Regjimet rrëzohen dhe rrëzohen në gjitha format dhe mënyrat. Dhe unë jam tifos edhe i goditjeve më të forta dhe i protestave akoma më dhunshme. Ju e quani dhunshme, më rezultative, do thoja unë, sepse ai zemërim duhet konkretizohet me një finalitet. Ka ata që bën kamikazë situatës. Jo, dhe njëherë, mos kalojmë ke kamikazët. Ka njerëz që janë njerëz që duan të arrijnë qëllimin e tyre në rrugën më të shpejtë, sepse është domosdoshmëri. Ka dhe që e mendojnë që rruga duhet të jetë më e gjatë. Dhe këtu jemi midis gjetjes së asaj rrugës së arsyeshme, midis këtyre dy kërkesave dhe dy qëndrimeve, se këto qëndrime i kemi dhe brenda grupit parlamentar. Unë i përkas asaj pjese që jam për radikalizim situatës edhe për goditje më të forta dhe shpejtësia rënies së Ramës në mos gaboj para një viti, kemi artikuluar së bashku para zgjedhjeve, kemi artikuluar së bashku djegjen e karrigëve. Po kemi Ti e ke analizuar si simbolik, ndërkohë pamja që i serviret publikut nuk ishte për të lavdëruar as pak. Por kushoj prap ripërsëritjen e situatës, kushoj prap ato konfrontime me gardën e sigurisë, përfundites atë në krye të detyrës, besoj që edhe vetë ti ke rezerva. Jo, nuk kam as pak rezerva. Mos u habit fare që e them këtë, sepse... Çuditem fakt. Po, jo, mos u çudit, sepse... Për profilin që ke në politikë. Po, profili im është profil rezistent, edhe arsyetues, janë dy janë. Nëse unë do kisha arsyetimin pa rezistencën, atëherë nuk do vlente asnjëra dhe as tjetra. Dhe unë mendoj që profilet politike janë kombinacioni i këtyre. E di pse e them këtë gjë, e kam për shkak të situatës, jo për shkak të mentalitetit. Se duhet t'i ndajmë gjërat, do të them profili im është dhe mentaliteti im. Por situata ka dhe përtej profilit dhe njeriu ndërmerr veprime që i quhen domosdoshme për zgjidhjen e situatës. Tani një simbol i djegjes karrikes me simbolin e djegjes fateve të njerëzve, kush dhe më shumë, mua më dhem djegja e sardmes dhe e fateve të njerëzve. Dhe unë do mbroj fatet e njerëzve. Ndërmjet një përplasje që realizoj unë në mënyrë figurative, në fakt e realizon garda me mua, jo unë me gardën, unë jam pozitë mbrojtëse, se duhet njohi mirë ligjin dhe si vepron ai garda nuk mund të prek asnjë nga deputetët në sallën e kuvendit. Edhe një herë se zuat zjatëm ke ky argument, po desha e marrim se betejën e kemi Ramën, jo me gardën, por garda nuk mund të marrë anë dhe të bëhet pal në një aull parlamenti. Mbron thjesht të drejtën dhe mos ketë konfrontim midis deputetëve të palëve të ndryshëm. Këtu hyn garda. Ju ka mbrojtur dhe ju kur ishit në pushtet dhe Partia Socialiste protestonte në sallën e kuvendit. Që kemi qartë pse është garda dhe ta kuptoj publiku. Garda është që mos ketë konfrontim midis deputetëve të Partisë Demokratike, opozitës dhe Partisë Socialiste. Momentin që mund të ndodh, merren lajme, ajo ndërhyn. Ky është funksioni i gardës. Garda mbruan dhe mua dhe antarin e parlamentit Partisë Socialiste. Ja, mos dalim ka jo, po dalim për momentin. Jo që mëse e zaurëm diskon, vetëm po të bëjë krahasim. Jo, dhe se kam mbaruar argumentin se thash mos e zgjasim këtu. Pra, ajo na sulmoi. Pjesa tjetër që ne më mirë, të dal unë dhe
qytetari të shohë dhe reagimin tim, se sa t'i rëmbehen miliona, thash, t'i rëmbehet fati, t'i rëmbehet jeta, t'i rëmbehet ekonomia, kush dhe më shumë për qytetarin, ajo pamja kur ai punojnësi i gardës shtyn deputetet e opozitës që tek e fundit janë në një kërkesë tyre, janë edhe në një revolt tyre, sepse po flasim për revolt. Pse unë mos e realizoj revoltën time dhe mos më krijohen kushtet që ta bëj këtë revolt brenda parlamentit dhe duhet na vini para pozitës morale nuk të vënë pozitë morale, po me lejo të them vetëm një element. Sipas staturës tuaj dhe jo, nuk nga është qarku kjo. ku ti ke dalë deputet, nga puna që ke bërë si drejtues politik në një qark shumë të vështirë, Po. të garantoj që çdo vot që ka ardhur, më themi vot preferenciale për emrin tënd, ka qenë për artikulimin dhe punën që ke bërë në terren dhe dëshira e tyre për t'i përfaqësuar ti në parlament me vokacionin tënd. Po, patjetër, ka ardhur për këtë në shumicën